Deserave këtë sezon, a janë me vonesë? Po, me vonesë janë se ishte lagështire madhe. Edhe kjo ndikoj shumë të prodhimet. Jemi një muj me vonesë dhe tregu tani ka nduhatje ngritje hulje. Çmimesh. Çmimesh. Me çfarë po të tregtoni? Unë domate tregtoj. Domate sot ka qenë dobë në treg. Ka qenë te 1600 lekë, 1700 lekë. Kështu ne nuk kemi nej fare sapi kush e di. Se une me vete dylymi 2 milion lekë nga fillimi punës deri marim sezonit. Plerat janë shumë të shtrenjta, janë shumë fare të shtrenjta. Fidani? Fidani është 320 lekë një fidan. Kështu që kemi shumë, me halë punojmë si familje dhe me zgjidhja dalim. Ky çmim e justifikon koston tuaj? Nuk e duam këtë çmim, unë e dua çmimin të jetë tavan. Sa? Të jetë 800 lekë, 1000 lekë dhe kur është me shumicë. Se do shes 2 herë tani me 2000 lekë dhe pastaj shes me 700 lekë, nuk ka me sap. Për këtë. Unë po bëj 15 vjet që jam kthyer në Greqia, këtu në Shqipëri nuk kam bërë asnjë diçka. Ja kam blerë këtë makinën vetëm 5 milion lekë, asnjë gjë. Kjo është domatia e parë që ju shisni? Po e parë, prodhimi i parë. Këtë sezon? Këtë sezon, ky është prodhimi i parë. Plerat janë shtrenjta. Nuk kemi sap. Po kërkesë ka për domaten? Kërkesë ka. Po s'patë prodhim që do kërkesën. Ju japin faturë për shitjen? Në treg nuk japin. Pikat e grumullimit japin faturë. Ju ku e shisni? Unë e shqoj të tregu këshu, të këta fermerët ambulant janë, tregtarët ambulant që marrin këshu me pakicë. Kurse te pika në rregull është, t'jep faturën. Fidanëve të domates, Po, i arritur. Kostët i arritur. Si i bëjnë dhe me shartes se nuk... Po bëjnë tokat dhe me janë të vjetra. Po dhe koha nuk i la. Na i mbyti shiu. Edhe ne s'morëm dje, dvolëm bosh. E punuam prap, e modhëm trangull dhe ke modhëm nuk na i prunë që i filanën mirë. Pa hajt. Po punojmë. I del kosto e lartë pas të prodhimit tuaj? Del shumë fare. Plerat shumë të shtrenjta. Tera helmet të shtrenjta. Pse janë me vonesë prodhimet e serave këtë vit? Janë me vonesë janë kthyer 2 herë. Se u përmyt. Edhe u kthyer në multi prap. Na kjo. Edhe i kam qikvon. Me çfarë çmimi i del kosto që justifikon dhe punën tuaj? Trangullit të piqet. Trangullit tjetë. 1500 lekë e lartë. Që të kemi dhe ne që i liverdi. Po domatja? Po domatja shu. Tjetë 2000 lekë, 1500 lekë e lartë. Tjetë edhe domatja. Tjetë marim neven. Se nësë në angel gje. Po kje 1000 lekë e poshtë, nuk marim gje. Po s'ka, nuk ka klient. S'ka klient, që diskutojmë kot. Nuk ka klient me, se malli aji asë është rritur asë gje. Po nuk ka klient me. Çdo gjë ka ikur tani. Sa më shumë klientë ketë, më shumë është gjiro bet. Sa shite sot? 50.000 lekë vjetra. E zëmë bazë rregull të tatimit, 20% i bje 10.000 lekë. Unë dua nga strumi Roskovec, tu dua 20.000 lekë naftë. Nafta 2050. Unë do hidhja 2019, asë mo shkon 2.000, a vaj 2050 më remë. Po da 10.000 lekë sa për mos të ardhë pazar, turpi zotë. Po çmimit e farave fidanëve janë rritur? Jo, po kush dhe i blej? Ja i rritit i sa duashti, po kush dhe i blej? Perimet po, se perimet janë madrat konsumit shpejt, djeda që rriten. To s'pyet njeri me, kush do mbili? A i misrë mbili, pa nxarë për blektori, lopë të ushitën tërë, s'ka me, iku ajo ko, që mbilësh. Ta ne edhe më kanë ngellë. Kjo është për bukë thekre, si vetëm me njeri të fare për bukë thekre. Jo, janë të fshatit. Kjo është pa nxarë fshatit. Ajo është Perko Vjena Korça, ajo është misën në Ngjekjani në zona Roskovec. Kjo thekra nuk e di nga vjen, se e marri për lami, për kalamajt. Është nga Serbia? Serbia duhet jetë. Ai është tërfil, ka ngelur, i kaloj faza. Edhe Johansi si kaloj faza. Se gjes me fazë. Sa ka shkuar kosto e fidanëve? Sa ka shkuar kosto e fidanëve që po shisni? Shiko, nuk mund të thuash se është fikse ajo. Po që një pazar si mas punës që bën, po ashtu ngele diçka. Nuk ashtu kostova, nuk ja vlen fare. Edhe pastaj sa janë një muaj që
ka fushat që shita dhe ka që sa janë në treg, po thuj se del të marrësh një fitim minimal fare. Ka kërkesa për fidan? Po s'ka kërkesa sepse shiko sa fidan ka qenë këtu. Ka qenë një dunja. Kështu që Pse janë hullur kërkesat? pse janë ullë, po kush do punoj pleqt? Pensionistët? Ata nga aq marrë 2 vjet janë. Të ndash atë ti do të kuadratosh ose do ta bësh tavë kafsha aty. Nuk ja vlen fare ato që mirë. Ai do marrë më tepër, e mban me 100 lekë ti, ai vetëm me 80 me ato aq që hanë shpenzimet. Ose s'ja vlen nafta makinës. Po ne që punojmë në llogaritet, i bëre një pyetje njerit në dushk. Se më thamë, sa e ke tavën e sallatës? 5.000 lekë, shumë, mblodhi buzët. Shiko tha shumë. Me qenë se kemi diçka njohje bashkë, më thuj një gjë, tha shumë, sa e merr një argat në punë ti? Tha i me 30.000 lekë, tha, dhe që argati është ai, tha i, që 6 orë punon, tha 30.000 lekë. Po unë i dua 30.000 lekë, tha shumë. Ju fidanët i bëni vetë? Qëndro, vetë. Unë i dua 30.000 lekë, thash, po gruaja i do 30.000 lekë, se e punon dhe 12 orë, jo për një argat, dhe punon se ka për vete. Po makinë, thash, i merr kaq? Faleminderit. Po.